e pasurisë pa justifikueshme duhet të ecë përpara së bashku me vettingun, ashtu që drejtësia të bëhet edhe e drejtë, edhe e shpejtë, edhe e besueshme. Do të themelohet prokuroria e re e specializuar për çështjet e krimit organizuar dhe të korrupsionit dhe zyra për hetime disiplinore. Do të thellohet reforma në transformimin digital, çdo qytetar duhet të ketë mundësi të komunikojë me shtetin pa barriera, në mënyrë të shpejtë, efikase dhe transparente, nga aplikimi për dokumente deri te shërbimet sociale dhe biznesore. Digitalizimi nuk është qëllim në vetvete, por mjet për të shërbyer çdo qytetari dhe do të përdoret për progres shoqëror, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, llogaridhënie të gjerë dhe cilësi të lartë. Në mandatin që lam pas, eksportet dhe investimet e huaja direkte u dyfishuan, por tani është koha që të shumëfishohet prodhimi. Për gjatë 4 viteve në vazhdim do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Bjeshkët tona të larta e të bukura nuk do të shijohen vetëm nga larg, por do të përjetohen nga afër duke investuar në turizëm malor. Kjo do të fillojë me 500 milion euro për Brezovicën, e cila do të transformojë atë në destinacion evropian e ndërkombëtar të turizmit. Mërgata tashmë është pjesë jo vetëm politikat e qeverisë, por është edhe pjesë e bërjes së atyre politikave. Përmes dritares për investimet të diasporës do të mbështeten ndërmarrës nga diaspora deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Për të lehtësuar vizitat e mërgatës sonë vendlindje, do të themelojmë edhe aviokompaninë shtetërore, por ky që besoj do të ketë edhe mbështetjen e LDK-s, sepse e kanë edhe ata në programin e tyre. E për të gjithë progresin që është bërë në rritjen e barazisë përmes shtesave për lehona dhe fëmijë dhe për fuqizimin e grave dhe të rinisë, do të fillojë programi Superpuna për gratë. Ashtu që kur të punësohet një grua, qeveria do të mbështesë në lartësinë e pagës minimale 6 muajt e parë. E gjyshëret që kujdesen për fëmijët do të marrë 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin bazë kur të dy prindrit janë në punë. Sepse kësaj jo vetëm ndihmojmë prindrit dhe gjyshërit, por ndihmojmë familjen dhe ekonominë. Paga minimale do të ndjek rritjen ekonomike, ajo do të rritet pra menjëherë në javën që fillon nesër në nivelin e 500 euro, sepse një Kosovë që zhvillohet nuk duhet ta lë askë prapa. Pjesëmarrja nuk kupton gjithë përfshirjen. Në arsim kemi filluar reformën më të thellë në dekada. Nga arsimi i hershëm deri tek ai universitar, po krijojmë standarde të reja cilësie dhe po rrisim investimet në infrastrukturë e në kapacitetet mësimore, edhe mësimdhënëse, edhe mësimnxënëse. Janë ndërtuar dhe rinovuar qerdhe shkolla, janë hapur qendra për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe arsimi po lidhet me nevojat e tregut dhe të realitetit të sotëm. Ne duam arsim që ndihmon nxënësin të mendojë, të krijojë, të punojë, të zhvillojë e të ndërtojë. Do të vazhdojmë të rrisim qasjen në shëndetësi, edukim dhe siguri sociale, duke i bërë këto shërbime më efikase dhe më të qasshme për çdo qytetar. Do të përkrahim iniciativat kulturore dhe sociale që forcojnë ndjenjen e bashkësisë së komunitetit dhe përfshirjen e të gjithë përfshirë këtu edhe infrastrukturën sportive që po ndërtojmë për ngjarjen madhështore të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Zonja dhe zotëri, më lejoni që në përputhje me atë çfarë pritet nga unë përveç ekspozes, të paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret në ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i financave dhe ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla.
Ministër i Administratës